Horoskopi 4 qershor 2025, parashikimi ngjyra dhe koha me fat dashi, sot ndikimi i ngrohtë i Venusit dhe Jupiterit sjell energji pozitive në jetën tënde. Mund të marrësh komplimente, dhurata apo thjesht vëmendje të këndshme nga të tjerët. Je më tërheqëse se zakonisht, jo vetëm për pamjen, por edhe për mençurinë, humorin dhe idetë që ndan. Marrëdhëniet kanë potencial të përmirësohen, ndërsa ke mundësinë të zgjidhësh mosmarrëveshje apo të forcosh lidhje ekzistuese. Do ndihesh i vlerësuar dhe do tërheqësh admirues. Disa çështje që dukeshin problematike mund të zgjidhen në favorin tënd ose do gëzosh pak kohë për veten dhe do zbulosh diçka të re që të frymëzon. Shfrytëzoje këtë ditë për të mësuar, ndar ide dhe për të qenë më pranë të dashurve. Megjithatë, gratë 7 zëna duhet të jenë të kujdesshme në sipërfaqe të rrëshitshme. Ata që ende nuk janë paguar mund të ndihen të shqetësuar për financat dhe mund të konsiderojnë të kërkojnë ndihmë nga miqtë. Është një ditë e mirë për shkëmbim dhuratash, por shmang premtimet që nuk i mban dot, pasi mund të zhgënjesh partnerin në punë, edhe pse ka ngarkesë, energjia do të jetë e lartë dhe mund të arrish të përfundosh gjithçka përpara afatit. Ambisat mund të relaksohen pas punëve të shtëpisë duke parë TV ose duke kaluar kohë me telefonin. Megjithatë, bëhu gati për ndonjë mungesë të ndihmës në shtëpi, që mund të sjellë tensione me bashkëshortin. Ngjyra me fat blu, koha më me fat, ora 17 deri në 19. Këshilla e ditës: mos kini frikë të dilni jashtë zonës tuaj të rehatisë, do të zbuloni gjëra të reja që ju ndihmojnë të rriteni. Demi, sot ndikimi harmonik i Venusit me Jupiterin të vendos në një gjendje shpirtërore të qetë dhe të balancuar. Je në formë të shkëlqyer për aktivitete që të ndihmojnë të heqësh stresin dhe të lirohesh nga problemet apo ndjenjat e pakëndshme. Mund të vendosësh të lësh pas një çështje që ka penguar një marrëdhënie apo të ka mbajtur emocionalisht të lidhur me të kaluarën. Tërheqja jote personale rritet në mënyrë delikate dhe të natyrshme. Mund të ndihmosh dikë në mënyrë anonime ose të japësh pa pritur asgjë në këmbim, dhe kjo të mbush me ndjenja të mira. Sot, nëse i afrohesh marrëdhënieve me qëllim për të kontribuar dhe jo për të dominuar, do përfitosh shumë. Edhe çështjet financiare apo profesionale mund të ecin mbar, pasi dita sjell një rrjedhë të natyrshme dhe më pak stres rreth situatave të ndërlikuara. Miqtë do jenë mbështetje dhe do të ngrejnë shpirtin. Mund të ndjesh dëshirë për të fituar para më shpejt, por mos nxito. Një udhëtim i shkurtër për të vizituar të afërmit mund të sjellë ngushëllim dhe çlodhje nga rutina. Sot do kuptosh më qartë se dashuria është zgjidhja për shumë gjëra. Një partneritet i ri që mund të nisë sot ka shumë potencial pozitiv. Kohën e lirë do e përdorësh për të përfunduar detyrat të lëna pezull, ndërsa mbrëmja do të ndriçohet nga ngrohtësia e bashkëshortit s. Ngjyra me fat blu, koha më me fat 16, 30 deri në 17, 15. Këshilla: kujdesuni për balancën mes punës dhe jetës familjare, sepse dashuria dhe paqja në shtëpi janë thelbësore tani. Binjakët, sot ndikimi i harmonishëm mes Venusit dhe Jupiterit, që rezonon mirë me shenjën tënde, sjell ndjenja të ngrohta dhe përmirësim në marrëdhënie. Miqësitë mund të jenë veçanërisht shpërblyese, dikush mund të tregojë bujari ose mirësi ndaj teje, gjë që do të lërë mbresa të thella. Populariteti yt rritet dhe mund të shfaqen mundësi për përfitime financiare ose sociale. Kjo rritje nuk vjen nga përpjekjet e jashtme, por nga ndjenja e kënaqësisë me veten dhe vetpranimi. Sot je më tërheqës për të tjerët, fal energjisë tënde pozitive dhe mënyrës së mirë se si shfaqesh. Është dita ideale për të zbutur tensionet në marrëdhënie dhe për të rilidhur me njerëz që i do. Ata që kërkojnë zbavitje do ta gjejnë me lehtësi kënaqësinë dhe gëzimin. Binjakët e martuar mund të marrin përfitime financiare nga familja e bashkëshortit. Nga ana tjetër, neglizhenca ndaj detyrimeve familjare mund të shkaktojë tensione në shtëpi. Jepu kurajo të tjerëve për të besuar në dashuri dhe suksesin në marrëdhënie. Në punë, përpjekjet që bën sot do të shpërblehen në të ardhmen. Kujdes me çështjet që lidhen me taksat dhe sigurimet. Dyshimet në marrëdhënie mund të shkaktojnë përplasje serioze, ndaj komunikimi i qartë është thelbësor. Këshilla: shfrytëzoni energjinë tuaj krijuese për të komunikuar më sinqerisht dhe për të forcuar lidhjet me të tjerët. Ngjyra me fat e kuqe, koha më me fat 12 deri në 13. Gaforja: me Jupiterin që ndodhet në një zonë të fshehtë të hartës tënde diellore, ndjen më shumë nevojë për pushim, reflektim dhe qetësi shpirtërore. Nga ana tjetër, Venusi ndodhet në majën e hartës tënde, duke të bërë më të dukshëm në sytë të tjerëve.
Sot, këto dy energji të ndryshme bashkëpunojnë në mënyrë të mrekullueshme, duke të dhënë mundësinë të shijosh qetësinë personale, ndërkohë që fiton edhe vëmendjen dhe vlerësimin që meriton. Aktivitetet intime, shpirtërore ose që ndihmojnë në shërimin emocional janë në favorin tënd. Në të njëjtën kohë, lidhjet që krijon me të tjerët ose me qëllimet e tua më të larta mund të thellohen dhe të sjellin përmbushje. Ke intuit të mbredh sot dhe je në gjendje të marrësh mbështetje qoftë nga të tjerët, qoftë nga mençuria jote e brendshme, tërhiqesh nga përvoja që të forcojnë besimin në vetvete, në një person të caktuar apo në një kauzë që e ndjen të rëndësishme. Ky ndikim i ngrohtë të ndihmon të shfaqësh anët më të mira të tua dhe të fitosh vlerësim të sinqertë. Ndaje momentet e lumtura me të tjerët për të përmirësuar shëndetin. Nëse e neglizhon mirëqenien tënde, mund të ndjesh pasoja më vonë. Investimet në sende antike ose bijuteri kanë gjasa të sjellin përfitime financiare. Për ata që po mendojnë për martesë, dita është mjaft e favorshme. Dashuria të jep qëllim dhe përmbushje. Në punë, mund të zhgënjesh nga vartësitë që nuk përmbushin pritshmëritë. Merr pak kohë për t'ia kushtuar partnerit, edhe një gjest i vogël mund ta bëjë këtë ditë të paharrueshme. Këshilla: mos e neglizhoni veten ndërsa kujdeseni për të tjerët. Pak vetë kujdes do t'ju sjellë qetësi shpirtërore. Ngjyra me fat, blu. Koha më me fat, 15:00 deri në 18:00. Luani, sot është një ditë e fuqishme për zbulime interesante dhe për të marrë një qasje të re ndaj jetës dhe mësimin. Me ndikimin harmonik të Venusit dhe Jupiterit që lidh sektorët e misive, njohurive dhe shpirtit, je në formë të shkëlqyer për të krijuar lidhje të reja, për të mësuar, për të ndarë ide dhe për të forcuar miqësitë. Duke dalë pak jashtë zonës tënde të rehatisë, do përfitosh shumë. Ndihesh më miqësor dhe të tjerët të përgjigjen me bashkëpunim dhe mirëkuptim. Tërheq njerëz me zemër të sinqertë, bujar dhe të drejtë, angazhohu në aktivitete bamirësie për qetësi shpirtërore. Një prind mund të japë këshilla të vlefshme për rëndësinë e kursimit, dëgjoje për të shmangur probleme në të ardhmen. Balancimi i kërkesave të gjithëve mund të jetë sfidues, por duke pranuar tërheqjen tënde natyrale, mund të arrish rezultate pozitive. Projektet e lëna pezull po afrohen drejt përfundimit. Lëre pas ato gjëra që nuk kanë më rëndësi për të mos humbur kohë. Partneri yt mund të bëjë diçka të veçantë pa e pasur ndërmend. Këshilla: bëhuni më i hapur ndaj njerëzve të rinj dhe ideve të freskëta, do të përfitoni shumë nga kjo. Ngjyra me fat, vjollc. Koha më me fat, 11 deri 11:45 paradite. Virgjëresha, energjitë pozitive që sjell në punë apo në projekte të rëndësishme sot do të kthehen mbrapsht duke të sjellë suksese. E dashur Virgjëresh. Një sekstil midis Venusit dhe Jupiterit promovon humor të mirë, kënaqësi dhe pritshmëri të shëndetshme ndaj njëri tjetrit, duke të pozicionuar mirë për tërheqje si në jetën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Sot lidhjet krijohen përmes gjesteve miqësore, mirëkuptimit dhe bujarisë shpirtërore. Në biznes apo në marrëdhëniet personale, një qasje e hapur dhe bujare sjell shpërblime më të mëdha. Është një kohë e mirë për të frymëzuar besimin në marrëdhëniet e tua dhe për të arritur marrëveshje të qeta rreth parave. Fuqisë dhe ndarjes së përgjegjësive, ky tranzit të ndihmon të tërheqësh ose të lidhesh me burimet e duhura. Nivelet e energjisë do të jenë të larta sot. Nëse ke menduar për një hua prej kohësh, ky mund të jetë momenti ideal për ta marrë atë. Ki kujdes të mos kalosh shumë kohë në zyrë, sepse kjo mund të ndikojë në jetën familjare. Një udhëtim kënaqësie mund të rigjallërojë shpirtin tënd. Partneritetet e reja duken premtuese. Edhe pse dita mund të nisë me lodhje, do të shohësh rezultate të mira me kalimin e kohës. Në fund të ditës do gjesh kohë për veten, ndoshta duke takuar dikë të veçantë. Bashkëshorti yt mund të të kushtojë vëmendje të veçantë. Këshilla: bujaria dhe humori i mirë do t'ju sjellin sukses, sidomos në marrëdhëniet tuaja personale dhe profesionale. Ngjyra me fat, kafe. Koha më me fat, 15 deri 17 pasdite. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor. Marrëdhëniet marrin një shtysë pozitive me Venusin në sektorin e partneritetit. E dashur Peshore. Dhe sot tranziti i Venusit me Jupiterin e bën këtë ditë një nga më të mirat e muajit për të lidhur mirë me të tjerët. Është një kohë e mirë për bashkëpunime në përgjithësi, pasi ky tranzit sjell një frymë gëzimi, mirësjellje dhe optimizmi në marrëdhëniet, qëndrimin dhe besimet e tua. Sot është ditë ideale për të shprehur idetë në mënyrë pozitive dhe frymëzuese dhe për të arritur marrëveshje që të kënaqin të dyja palët.
Bujaria dhe hapja jote të bëjnë të dashur nga të tjerët, të cilët të kthejnë favorin. Me ndikimin e Jupiterit, bujaria nuk është vetëm për gjërat materiale, por edhe për kohën, vëmendjen dhe energjinë që jep. Ndodh një rrjedhë e këndshme reciproke midis teje, partnerit, audiencës apo këshilltarit. Ndarja e ideve, planeve dhe vizioneve me dikë që të intereson mund të jetë veçanërisht kënaqëse. Por, kujto që pak kënaqësi është e nevojshme për të vlerësuar vërtet lumturinë. Do të ndihesh i e prirur për udhëtime dhe shpenzime, por do pendohesh nëse e bën. Je kujdesshëm me bujarinë, sepse njerëzit pranë mund të përfitojnë nga kjo. Mos lejo që komunikimi i gabuar të prish ditën tënde. Përfito nga idetë e reja për të fituar para që të vinë sot. Shmang lidhjet me njerëz që mund të dëmtojnë reputacionin tënd. Partneri mund të shtyjë për të dalë kur ti nuk ke dëshirë, ose ana sjelltas, duke krijuar irritim. Këshilla, qëndroni vigjilent ndaj mënyrës si ndaheni me të tjerët, veçanërisht në financa dhe marrëdhënie. Ngjyra me fat, kafe. Koha më me fat, 16:30 deri 18:00 pasdite. Akrepi, marrëdhëniet e punës ose intime mund të lulëzojnë sot. E dashur Akrep, me tranzitin Venus-Jupiter dhe në javët që vijnë. Do të jetë më e lehtë se zakonisht të gjesh informacionin ose burimet që të nevojiten për të zgjidhur probleme ose përparuar interesat e tua. Një qasje bujare dhe e dhënë ndaj punës dhe marrëdhënieve intime të sjellë sukses. Mund të shfaqen mundësi sociale përmes punës, shërbimeve ose qëllimeve për shëndetin dhe mirëqenien. Je e prirur të shprehësh dashurinë për dikë përmes ndihmës dhe mbështetjes. Duke qenë se ky aspekt ndikon sektoret e punës, shëndetit dhe intimitetit, marrëdhëniet në këto fusha mund të kenë rezultate shumë të mira. Energjia jote natyrale është më evidente dhe tërheqëse. Kujdes me dhimbjet e dhëmbit ose problemet e stomakut, konsultohu me mjekun për lehtësim të menjëhershëm. Investimet janë të këshillueshme, por kërko udhëzime të sakta. Shëndeti i bashkëshortit mund të shkaktojë stres dhe ankth. Ndërhyrja e një pale të tretë mund të krijojë tension midis teje dhe të dashurit tënd. Në punë do të ndihesh energjik dhe plot fuqi gjatë gjithë ditës. Vepro si yll, por sigurohu që veprimet të jenë të lavdërueshme. Bashkëshorti mund të mos plotësojë nevojat e tua ditore dhe kjo mund të trishtojë. Këshilla, mbani një qasje të ndershme dhe të kujdesshme në punë dhe në marrëdhëniet intime për të shmangur konfliktet. Ngjyra me fat, blu. Koha më me fat, 10:00 deri 12:00 paradite. Shigjetari, marrëdhëniet mund të përmirësohen ose të formohen tani. E dashur shigjetar, dhe çelësi është të kesh pak argëtim dhe të shprehësh më shumë ndjenja. Me Venus që harmonizohet me shenjën tënde dhe Jupiterin, sunduesin tënd, po përjeton më shumë anën kreative dhe romantike me pasion. Ka më shumë ngrohtësi, besim dhe humor të mirë në ndërveprimet e tua, ndërsa hapja emocionale, bujaria dhe pranimi janë pjesë e këtij momenti. Ti je magnetik për atë që dëshiron, je në një humor të shoqërueshëm dhe pak më të ëmbël, dhe marrëdhëniet po marrin kuptime dhe dimensione të reja. Të tjerët të tërhiqen veçanërisht drejt teje. Energjia e sotme është ideale për të mos humbur kohë duke kritikuar të tjerët, sepse kjo mund të dëmtojë shëndetin tënd. Fitimet janë të mira sot, por bëhu i kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Shfrytëzo kohën e lirë duke u shoqëruar me fëmijë, edhe nëse kërkon përpjekje ekstra. Kujdes, ka mundësi të humbasësh një mikësi sot. Në punë, shmang të flasësh më shumë se sa duhet për të mos dëmtuar reputacionin tënd. Biznesmenët e kësaj shenje mund të përballen me humbje për shkak të investimeve të mëparshme. Një ditë e qetë me një libër të mirë mund të jetë mënyra perfekte për relaksim. Bashkëshorti mund të shprehë frustrim për jetën tuaj martësore që nuk është plotësuese. Këshilla, shmangni kritikat dhe fokusohuni te dashuria dhe mirëkuptimi për të përmirësuar marrëdhëniet. Ngjyra me fat, blu. Koha më me fat, 4 deri 6 pasdite. Bricjap, sot, duke bërë një përpjekje më shumë në shtëpi ose në punë, mund të ndihesh i kënaqur dhe madje të fitosh përfitime. Do të ndjesh një mbrojtje të veçantë ndaj të dashurve dhe dëshirë për t'i mbrojtur, që forcon lidhjet midis jush. Bujaria dhe hapja janë të favorshme sot, fal harmonisë mes Venusit dhe Jupiterit, dhe këto do të sjellin dobi si në jetën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Mund të shfaqen mënyra të reja për të bërë rutinën, punën ose jetën në shtëpi më të këndshme, dhe ky është moment i mirë për dekorim shtëpie ose aktivitete kreative. Marrëdhëniet e ngushta personale marrin një vëmendje të veçantë dhe do të jenë jashtëzakonisht të këndshme dhe tërheqëse.
Energjitë e ditës sjellin ngrohtësi, mirësjellje dhe pranueshmëri. Nëse ke nevojë të riparosh ose të rifreskosh marrëdhëniet me familjen ose bashkëpunëtorët, kjo është koha ideale për ta bërë. Bekimet nga një person me shpirt të pastër do të sjellin paqe në mendjen tënde, financat do të përmirësohen, por shpenzimet do të rriten gjithashtu. Në familje, kujdes mos i lëndosh të tjerët dhe përpiqu të përmbushësh nevojat e tyre. Dashuria mund të çojë në një botë të re pa u larguar nga vendi, dhe sot është ditë perfekte për një udhëtim romantik. Ata që punojnë mund të përballen me sfida në vendin e punës, duke bërë gabime që mund të tërheqin kritika nga shefat. Për tregtarët, dita pritet të jetë rutinë. Për të shijuar një mbrëmje të këndshme, puno me përkushtim gjatë gjithë ditës. Ky do të jetë dita më e ngrohtë dhe më e qetë në jetën tuaj martesore. Këshilla: përqendrohuni në bashkëpunim dhe përmirësim në shtëpi dhe në punë. Edhe pse sfidat janë prezente, ngjyra me fat, e bardhë, koha më me fat, 5 deri 6 pasdite. Ujori, duke dhënë më shumë vëmendje dhe përkushtim, tërheq suksesin më të madh sot, i dashur ujor. Aspekti me fat Venus-Jupiter të vendos në formë të shkëlqyer për të komunikuar dhe për të shprehur kreativitetin tënd. Ky ndikim nxit një qasje të hapur, të sinqertë dhe bujare në komunikim dhe në shprehjen e dashurisë dhe përkushtimit tënd. Mund të gjesh kënaqësi duke u përkushtuar ndaj një hobi argëtues, artit ose formave të tjera të argëtimit dramatik. Jeta jote romantike mund të përmirësohet përmes bisedave dhe gjesteve miqësore e të menduara. Të tjerët gjejnë më të lehtë të afrohesh dhe të lidhesh me ta. Sot është gjithashtu një moment i bukur për të larguar stresin. Ndaje idetë e tua dhe lidhu me të tjerët, pasi kjo mund të hapë dyrë të reja. Mundohu të kapërcesh ndjenjat e izolimit dhe vetmisë duke kaluar kohë me familjen. Sot prindërit mund të shqetësohen për stilin tënd të shpenzimeve dhe këtë mund ta shprehin me zemërim. Miqtë do të jenë mbështetës, por kujdes me fjalët që përdor. Romanca do të jetë emocionuese, prandaj afrohu dhe shfrytëzo ditën me personin që do në biznes dhe arsim mund të ketë përfitime për disa prej jush. Sot mund të kalosh kohë me një mik, por shmang pijet alkoolike sepse vetëm do të humbas kohën tënde. Do të kuptosh që martesa jote nuk ka qenë kurrë më e bukur. Këshilla: jepni më shumë vëmendje dhe dëgjoni të afërmit. Kjo do të sjellë paqe dhe mundësi të reja. Ngjyra me fat, e bardhë, koha me fat, 11:30 deri 13:00 paradite. Peshqit, tani ndjen se po rritesh në një ritëm të qetë dhe të paqët, duke u përballur me një nevojë të theksuar për më shumë kënaqësi, ngrohtësi dhe rehati. Transiti Venus-Jupiter i sotëm lidh në mënyrë të këndshme fusha të horoskopit tënd që lidhen me financat, burimet personale, talentet, shtëpinë dhe familjen. Tani janë të favorshme blerjet e mira, lajmet e mira për paratë dhe një jetë familjare e lumtur. Njerëzit që të mbështesin dhe mundësitë për të shprehur dashurinë janë të forta. Gjatë kësaj periudhe, bujaria është reciproke mes teje dhe të tjerëve. Ndjenja për të shijuar fitoret e fundit është e përforcuar. Siguria. Mbështetja dhe stabiliteti në shtëpi janë prioritete për ty, dhe gjërat e vogla që ndodhin tani të bëjnë të ndihesh më i qetë. Dikush të përqafon me shumë dashuri dhe shfaqjet e tepërta të afeksionit janë të dukshme sot. Qëndrueshmëria tërheq tek të tjerët, ndërsa ti kërkon më shumë stabilitet në jetën personale. Mbrëmja jote do të jetë me emocione të përziera, që mund të bëjnë të ndihesh i tensionuar, por mos u shqetëso shumë. Lumturia do të tejkalojë çdo zhgënjim. Përmirësim financiar është i sigurt. Kaloni kohë me familjen ose miqtë e ngushtë për ta bërë ditën të shkëlqyer. I dashuri yt do të sjellë kënaqësi të madhe romantike. Edhe pse puna mund të marrë mendjen. Energjia në punë mund të jetë e ulët për shkak të çështjeve familjare. Biznesmenët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj partnerëve, sepse mund të ketë rreziqe. Sot do të kesh shumë mundësi për të shijuar gëzimet e jetës martesore. Këshilla: kërkoni qetësi në familje dhe përqendrohuni te ajo që ju bën të ndiheni të sigurt. Ngjyra me fat, ngjyrat e lehta, koha me fat, 3 deri 4 pasdite.